Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të ndarë me ju ngjarje dhe situata që në fakt kanë nisur dhe s'po mbarojnë në shtëpinë e Big Brotherit. Janë dy vajza që po bëhen lëmsh mes njëra tjetrës. Kanë mbetur më vetëm të kapen për flokësh dhe të dalin që të dyja jashtë prej aty. Do ndalemi të flasim për Rozanën dhe për Gertën. Rozana dhe Gerta që kur kanë hyrë në Big Brother kanë një lloj ftohtësie, kanë një lloj urrejtje, kanë një lloj mlefi ndaj njëra tjetrës që thua nuk ka gjë në botë që do t'i bashkonte, që do t'i bënte që këto vajza të ndjeshin të lumtura. Inati, mlefi që kanë krijuar dhe nervozizmi dhe acari po shtyn shumë që të ulumtojmë mes tyre dhe të kuptojmë nga ku buron kjo urrejtje. Një video që në fakt po bëhet virale në rrjetet sociale është kur artistët kanë qenë më të reja, Gerta ka qenë me flokët e bardha të shkurtra, njëkohësisht edhe Rozana ka qenë e atill. Kanë patur një shoqëri, kanë patur një afrimitet, kanë patur një respekt. Ndoshta ky respekti ka ardhur në bazë të Olta Gixharit, ndoshta Rozana Radi në atë kohë ka shkuar në emisionet e Gertës për t'ia suportuar emisionin, për t'i ndihmuar i çik në klikime dhe që Gerta të ndiqeshte, të mbështeteshte nga ndjekësit, të ishte e pranueshme dhe e dashur, duke i bërë domethënë në çdo lloj suporti të mundshëm. Por ky lloj afrimiteti që ka qenë dikur u shkatërrua më rrënjësisht kur Rozana nuk po e tregon thelbin se përse ka kaq shumë inate dhe kaq shumë mlefe me Gerta Gixharin. Tani nëse Rozana e quan Oltën kaq shoqi të ngushtë dhe e quan Oltën kaq mike të mirë, atëherë pse ka kaq mëri dhe kaq inat me Gertën dhe si mundet Gerta të ketë kaq inate dhe mlef me shoqen e ngushtë të motrës? Rozana Radi publikoi disa voice, publikoi disa mesazhe për të shkuar gjës deri në fund për ta treguar që unë kam patur një raport dhe vazhdoj të kem një raport interesant me Gertën dhe s'po e kuptojmë se nga ku vije ky inat dhe ky mlef. Do me thënë, vajzat njihen që më herët, dhe është më se e kuptueshme që vajzat njihen që më herët, sepse raporti që ka patur me Gertën dhe me Oltën, tregon që ka patur një lloj afrimiteti. Por çfarë i shtyu këto dy vajza që të kenë kaq inat, këtë gjë nuk e kuptoj. Rozana ka treguar gjithmonë mlef me Gertën, debatet e tyre janë shumë të stisura, debatet e tyre janë shumë të ftohta, nuk e di më në qoftë se Olta Gixhari do ta mbaj raportin me Rozanën, a do respektoj nënën e saj, a do respektoj motrën e saj dhe do shkatroj shoqërinë me Rozanën, kjo mbetet për tu parë, por është një shoqëri në fakt që po na lën shumë të diskutojmë dhe të komentojmë mbi këto ngjarje, histori që janë të së kaluarës, por që sillen brenda shtëpisë të Big Brotherit. Ne do takohemi sërish së bashku, unë doja të marr mendimin tuaj se si ju e vlerësoni këtë njohje të mëhershme të Gertës, këtë afrimitet që Olta ka patur me Rozanën dhe tani nuk e dim nëse e ka, dhe këtë situatë të krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit. Është një situatë e biseduar nga të dyja vajza që të jetë Gerta dhe Rozana, ato që të krijojnë pole dhe kur të dalin jashtë të bëhen shoqe, apo çfarë është e vërteta e kësaj situate nuk e dim.